Mushkonjat duket se do të na shqetësojnë edhe gjatë sezonit veror të këtij viti. Situata paraqitet shqetësuese në një kohë kur prania e tyre nisi që këto muaj, në muajin shkurt, shumë më herët se zakonisht. Qytetarët raportojnë se insektet janë të pranishme kudo në banesa, lokale, restorante dhe ambiente të tjera publike. Lufta me mushkonjat duket se ka nisur para kohe për banorët e Vlorës, ndërsa për shkak edhe të ngrohjes globale dhe temperaturave të larta, cikli shumimit të tyre ka ndryshuar. Në këto kushte, procesi dezinsektimit duhet të nisë më herët, pasi në muajin mars mushkonjat lëshojnë larvat duke shtuar ndjeshëm për hapjen e tyre. Megjithatë, ato po shfaqen problematike që tani burime nga Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor në Vlorë bëjnë me dije për televizionin 6+1 Vlora se nga Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka një datë zyrtare për nisjen e dezinsektimit. Ndërkohë edhe Bashkia e Vlorës nuk ka bërë publik një plan konkret për fillimin e procesit, çka rrit shqetësimin mes qytetarëve. Banorët shprehen se situata është bërë e bezdisshme dhe në disa raste e papërballueshme, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes. Për ata që jetojnë në zonat periferike, mushkonjat janë kthyer në një makth të përditshëm. Por problematika nuk kufizohet vetëm në periferi, edhe zonat pranë qendrës së qytetit dhe ato përgjatë Bregdetit përballen me të njëjtin shqetësim. Qytetarët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë me masa konkrete për të parandaluar përkeqësimin e situatës në prag të sezonit turistik. Procesi i dezinsektimit në Vlorë vitin e kaluar, sipas qytetarëve, la për të dëshiruar, edhe pse u deklarua se ndërhyrja do të zhvillohej der më der dhe do të përfshinte puseta, kanale kulluese, bodrume dhe zonat me ujëra të ndenjur, rezultati në teren nuk ishte ai i pritshëm. Prania e lartë e mushkonjave gjatë gjithë verës dhe deri në muajin shtator ishte një tregues i qartë i problematikave në zbatimin e procesit. Qytetarët apelojnë që këtë vit masa të merren në kohën e duhur dhe të jenë më efektive. Sipas tyre, ndërhyrja duhet të nisë më përpara se të dalë jashtë kontrollit, në mënyrë që të shmangen pasojat për shëndetin publik dhe ndikimin negativ në imazhin e qytetit gjatë sezonit turistik. Por me afrimin e pranverës dhe rritjen e temperaturave, frika është se prania e mushkonjave do të shtohet edhe më tej. Në mungesë të një plani të qartë dhe një date konkrete për nisjen e dezinsektimit, banorët e Vlorës mbeten në pritje të një reagimi institucional për t'i dhënë zgjidhje një problemi që sipas tyre po përsëritet nga viti në vit.